Hyrje në Këshillin Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCRI). Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit (NCRI) u themelua nga udhëheqësi i rezistencës iraniane Masud Rajavi në Teheran në korrik të vitit 1981. Që të bashkojë në një organizatë të vetme të gjitha grupet dhe personalitetet opozitare të përkushtuara për themelimin e një republike të zgjedhur në mënyrë demokratike, të bazuar në ndarje me fesë nga shteti. NCRI e ka ndjekur këtë qëllim për 4 dekada dhe mbetet koalicioni opozitar më i qëndrueshëm dhe i strukturuar ndaj teokracisë sunduese të Iranit. Rrënja historike e NCRI-s është lufta e popullit iranian nën kryeministrin e nderuar, Dr. Mohammad Mosaghegh. Këshilli është një organ përfaqësues i përbërë nga grupe opozitare, aktivist, mbështetës dhe individ të tjerë të shquar, të cilët formojnë bërthamën e rezistencës iraniane. Organizata e Mujahedinive të popullit të Iranit, PMI, ose Mujahedin e Khalq, MK, është përbërësi kryesor i NCRI-s, e cila ka mbi 400 antar, përfshirë pakicat fetare dhe etnike. Gratë përbënin 50% antarësisë së këshillit. Kushtetuta dhe rregullorja e NCRI-s përcaktojnë asamblenë e antarëve të këshillit si organin e saj vendimarrës. Çdo antar i këshillit ka një votë dhe vendimet e këshillit kërkojnë shumicë të thjeshtë. Kushtetuta e NCRI-s përcakton më tej se ajo do të shërbejë si qeveria e përkohshme pas rrëzimit të regjimit aktual iranian. Gjatë periudhës kalimtare 6 mujore që pason, detyra kryesore e qeverisë së përkohshme do të jetë mbajtja e një zgjedhjeje të lirë dhe të ndershme për një asamble legjislative dhe kushtetuese kombëtare, e cila do të ketë për detyrë hartimin dhe miratimin e kushtetutës për Republikën e Re. Në të njëjtën kohë, NCR i vepron si një parlament në mërgjim, në shërbim të popullit iranian, duke synuar të kthejë atyre pushtetin politik dhe kontrollin qeveritar. Për këtë qëllim, Këshilli zgjodhi Mariam Rajavin si presidente të zgjedhur në seancën plenare të muajit gusht. Në vitin 1993, për të qenë presidente e ardhshme e Iranit gjatë periudhës kalimtare. Sekretariati i Këshillit ka selin në Paris, Francë, dhe është përgjegjës për administrimin e përditshëm të aktiviteteve të NCRI-s. Në qendër të detyrave të sekretariatit është koordinimi dhe ndihma për punën e 25 komiteteve të përhershme të Këshillit, të cilat nga ana e tyre janë përgjegjëse për ofrimin e politikave, kërkimeve dhe analizave të specializuara brenda fushave të tyre përkatëse. Dhe përrjedhoj, ato shërbejnë si Ministrinë e Hija. Këto komitete përfshin Komitetin për Punë të Jashtme, Komitetin e Drejtësisë, Komitetin e Punës, Komitetin e Sigurisë dhe Kundër Terrorizmit, Komitetin e Grave, Komitetin e Industrisë, Komitetin e Arsimit, Komitetin e Kulturës dhe Artit. Duke qëndruar të përditësuar me zhvillime dhe analizat më të fundit në fushat e tyre, komitetet kanë për detyrë të edukojnë vazhdimisht veten dhe pjesën tjetër të këshillit me njohuri të specializuara shkencore, teknologjike dhe shoqërore. Këto do të formojnë bazën për propozimet dhe vendimet politike që do të merren nga NCRI dhe qeveria e përkohshme në interesin më të mirë të Iranit të së ardhmes. Pluralizmi, barazia dhe demokracia kanë qenë në selb të bindjeve politike të Këshillit që nga themelimi i tij. Këshilli ka zhvilluar gjithashtu një platformë të plot politike ndër vite përmes kartave dhe deklaratave të hartuara nga komitetet dhe të miratuara nga asambleja, të cilat i kanë dhënë atij qëndrime parimore për një gamë të gjerë çështjesh, përfshirë liritë themelore dhe të drejtat e njerëzit, ndarjen e fesë nga shteti, barazinë dhe të drejtat e grave, pakicat etnike dhe fetare, heqjen e dënimit me vdekje, një ekonomi tregu dhe një Iran pa armë bërthamore. Fal qëndrimeve të tij parimore dhe rezistencës së palokundur kundër regjimit mesjetar që sundon Iranin, Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit ka fituar njohje dhe mbështetje të jashtëzakonshme ndërkombëtare në mbar botën, veçanërisht mes ligjvënësve në Evropë, lindjen e mesme dhe Amerikën e Veriut.